Po, pa hyrë në ato inesat që mund t'jenë të divergjencave të ndryshme, të pikpamjeve të ndryshme të njerëzve dhe grupacioneve të ndryshme, qofshin ato edhe politike, edhe qytetare, edhe mediale, ajo rëndësishmja që është që thjesht një dekret i cili erdhi në një kohë të papritur, ishte i nxituar apo jo, tregoj pikërisht ky vendim. Populli thot Ali Hoxha Hoxhalia, do të thonë, a është pa efekt juridik apo është antikushtetues apo në shpërputhje me kushtetutën, në esencë është një. Pse u evitua, po themi, kjo që thuhet është antikushtetues? A kishte një hezitim ose a u ruajt presidentja kur u tha që është pa efekt juridik e nuk u tha që është antikushtetues? Metodë komunikimi, unë mendoj që është korekte dhe ashtu do duhej që të matur, në distancë, me elegancë, pra dhe me maturit të komunikojnë institucionet. Në këtë rast, falni, kemi të bëjmë me gjykatën kushtetuese, e cila gjithsesi është institucion sui generis, është drejtësi kushtetuese, është një instanciale dhe është marrë. Ne e kemi bërë të tillë që të merret më shumë me probleme politike, edhe politike, përveç atyre juridike dhe është krejt në natyrën e saj dhe në normalitetin e veprimit institucional që ta ruaj fjalorin dhe qasin. Esenca është që thjesht një dekret i tillë i presidentes ka qenë nxituar, ka pasur primesa të interferimit në kompetencat e një shtylle tjetër të shtetit. Presidentja e vendit, ose në këtë rast, ose presidenti, kushdo që tjetë, është produkt, është originaritet, jo, po derivat. është derivat i kuvendit, pra kuvendi është ai që emëron atë, dhe jo ajo pasaj ta shpërbej kuvendin. Shpërberja kuvendit me këtë dekret ka përbërë esencën e çështjes dhe kjo tashmë është e qartë që nuk ka pasur të drejtë, është e qartë po ashtu që të bëhet një ndërlidhje më organike që ka munguar në interpretim dhe në të kuptuarit të dispozitave nenit 82 dhe nenit 86 kushtetutës edhe ati 66 nëse doni, dhe me rëndësi është po ashtu që thjesht shpërbërjen e ka thënë në këtë tak gjykim gjykata të kuvendit ex konstitucionis bëhet vetvetiu, pra s'ka nevojë dhe s'mund ta bëj as presidentja dhe as kusht tjetër, as kuvendi, por që bëhet në përputhje me dispozitën ekzistuese të nenit 86, ku thuhet nëse brenda 60 ditësh nuk bëhet prej fillimit të procedurës zgjedhja e presidentit, kuvendi shpërbëhet ose shpërndahet dhe automatikisht pra via fakti shkon drejt për drejt i vendin në zgjedhje, të cilat gjykata ka përcaktuar bazuar në disa dispozitat të ngjashme, kur është fjala të nenin 95 ose ndonjë nen tjetër, që brenda 45 ditësh duhet shkuar në zgjedhjet e parakohshme të jashtëzakonshme. Profesor Hyseni,